Të gjithë ju jeni kurioz të dini se çfarë ju pret përgjatë këtij sezoni veror në plazhet shqiptare. Si janë çmimet? Qëndroni në këtë video. Kemi ardhur në Ksamil, jemi në qendër të Ksamilit dhe destinacioni i parë që do t'ju tregoj është një destinacion të cilin unë e kam parë shumë herë, por kësaj radhe vendosa të vi përsëri vetëm për ju që t'ju a tregoj, në parkun kombëtar të Butrintit. Nuk kemi rezervuar asgjë, as hotel, as restorant dhe do flem aty ku t'na kapi nata. Sigurisht, edhe do bëjmë një kërkim për sa i përket hotelit, bujtinës, çfarëdo që tjetë. Ja ku mbritëm në Butrind dhe përpara makinës na shfaqet një iri që sapo ishte kthyer nga Greqia për të punuar në vendlindjen e tij. Filloi turizmi. Filloi turizmi avash. Nga vijnë turistët kryesisht? Nga duas, nga Gjermania, nga Anglia, nga francez, ka shumë polak. Po prisni më shumë këtë vit apo? Presim më shumë. Si e shikon? Do ketë më shumë turizëm? Ashtu thojnë, po shojmë. Sa vjet ke që del në det? Kam 2 vjet kam tani isha në Greqi, tani u ktheva. Po ç'bëje në Greqi? Punoja çdo prim si të njerëzit. Ke varka, sa varka ke? Kam një varkë. E çaj itinerari bën? Po është në Kalaja Lipashës. Po. Në tonë nga pas. Çmimet ndryshojnë të varkave nga tani në verë apo njësoj janë? Varet. Ndryshojnë pak, a? Secili si që ka atë. Sezon të mbar. Të vaft të mbar. Dhe me këtë bisedë të shkurtër nisemi për tek parku. Si e? Mirë si kalore. Me çmimin e naftës që janë rrit dhe biletat tu, ë? Kur i keni rrit biletat? Sa koka? Janë 2-3 vjet. 2-3 vjet? 700 lek ka qenë, apo ja? Ka qenë më përpara, ka qenë shpejt 700 lek. Se para se të bë... 2 të rritur dhe një fëmijë. Fëmija është 5 vjeç. Po. 5, më falë, se të gënjeva, 8. I bie që unë pas kam rreth 3 vjet që nuk kam ardhur në Butrind, sepse kur kam ardhur për herë të fundit, ka qenë bileta 700 lek, ndërsa sot ishte 1000 lek. Pra 7 euro ose 10 euro. Një ide interesante ishte që të mund të merri një çadër në hyrje, për shkak se këtu mund të jetë vap apo mund të bjerë shi dhe mirë. Pëlqen, duket sikur ka ndryshuar disa gjëra. Nuk është siç e kam lënë. Butrinti në fakt të rrëfen historinë e tij me bukurinë që ka që në hyrje të parkut. Të jem realist, nuk e mbaj mend fiks herën e fundit kur kam qenë Butrind, por kam përshtypjen se jo më shumë se 5 vjet dhe gjërat kanë ndryshuar, kanë ndryshuar dhe për këtë më vjen mirë, sepse herën e fundit më kishte lënë një shije jo fort mirë, nuk ishte kjo infrastruktura të paktën që pam deri tani, dhe ajo që është më e rëndësishmja për turistët, nuk kishte një vend ku të urinoje. Minimalja që sot janë vendosur tualetet publike. Butrinti është një nga vendet arkeologjike më të rëndësishme në Shqipëri dhe pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Qyteti i lashtë ka histori mbi 2500 vjeçare, duke kaluar nga periudha greke, romake, bizantine dhe veneciane. Brenda parkut arkeologjik mund të shohësh teatrin antik, bazilikën, portat e qytetit dhe muret mbrojtëse që tregojnë lavdinë e dikurshme. Butrinti ndodhet në mes të natyrës së pasur me liqene dhe pyje, duke krijuar një kombinim unik të historisë dhe bukurive natyrore. Sot është një nga destinacionet turistike më të vizituara në jug të Shqipërisë dhe një thesar i vërtet kulturor. Këtë thonë që breshkat janë të ngata, e pa që vrapi bën. Në fakt është shumë interesante që rreth 2200-2300
shnet vjet më parë. Këtu uleshin të shikonin shfaqje kulturore, teatrale, rreth 2500 njerëz. Pra është një teatr goxha i madh, për sa i përket edhe për masave, po edhe lashtësisë, sepse është ndërtuar rreth shekullit të 3 të 4 para Krishtit. Këtu ndesha edhe një grup turistësh nga Spanja që më kërkuan t'i bëj një foto. Dhe sa po u tregova që kisha qenë në Barcelonë, e hapën çarçafin e qytetërve të tyre dhe më ftuan t'i vizitoj të gjitha me radhë. Enjoy, bye, bye. Kishin ardhur nga Spanja edhe nga Barcelona, po unë i thash që para disa muajsh isha në Barcelonë dhe e kam vizituar, më pëlqeu shumë. Dhe ata po më thonin që shiko se Spanja është shumë e madhe, është shumë e bukur, ka shumë vende për të vizituar. Dhe ndërkohë i thash që më duhet kursej ca para dhe të vinë moshën tuaj që të ke mundësi t'i shoh gjithë qytetet e Spanjës dhe të botës. Sa herë që vizitoj destinacione të tilla, si ky i Butrintit, i Beratit, i Shkodrës, i Gjirokastrës, Lezhës, Krujës, shumë destinacione pa fund. Gjëja e parë që më vjen të mendoj është se sa të zgjuar pas kanë qenë të parët tanë që pa teknologji, pa ChatGPT, pa kompjutra, pa asgjë, na kanë lënë pas këto vepra të mëdha të trashëgimisë son kulturore. Fundimisht ky vend është shumë i bukur, këtu pas kemi edhe një turist të huaj, besoj, i vogël. Hello! Hello. Hi, how are you? Good. It's your first time here? No, it's my third time. Ah, your third time. And when was your first time? Where I was 2 years old and a half. And the second time? And the second time was where I was 4 years old. And did you like this place? Yes. Po fol shqip o bursa na çmene. Megjithse unë do doja ta falenderoja shumë mësuesen time të anglishtes, të gjuhëve të huaja, pra. Por fëmijët tanë sot po na mësojnë anglishten. Jemi të detyruar, s'kemi që bëjmë. Brenda parkut të Butrintit, përpara se të ngjitesh drejt kalas, vizita fillon mes gjelbërimit të dendur dhe mes një atmosfere shumë të qetë që t'jep ndjesinë sikur po hyn në një qytet të humbur në kohë. Rruga kalon pranë liçenit të Butrintit, ku uji i qetë dhe peizazhi përreth krijojnë një pamje magjike, sidomos në mëngjes dhe në perëndim të diellit. Një nga pikat më të veçanta është Porta e Luanit, hyrje monumentale e qytetit antik e ndërtuar me gurë të mëdhenj, ku dallon figura e Luanit që simbolizonte forcën dhe mbrojtjen e qytetit. Pak më tej, shfaqen muret rrethuese që tregojnë se sa i fortifikuar ishte Butrinti në antikitet. Parku Butrintit është shumë i bukur, po është edhe relativisht i madh dhe ndoshta që ta shihoni totalisht nëse vini për herë të parë dhe keni shumë informacion dhe shumë gjëra për të parë, mbase ju duhen edhe 2 orë të mira që të bëni fiksa ato ndalesat e nevojshme në çdo objekt të trashëgimisë kulturore. Kështjella brenda parkut arkeologjik të Butrintit është një fortezë veneciane mbi mbetjet e qytetit të lashtë. Muret dhe kullat rrethojnë oborrin me rënojat dhe bazamentet historike. Brenda saj ndodhet muzeu i vogël me afreske nga periudhat antike, bizantine dhe mesjetare që shpjegojnë kronologjinë e vendit tonë. Mund të shihni enë qeramike nga periudha ilire, greke, romane dhe bizantine, monedha, fragmente, skulpturash dhe portretesh, por edhe mozaik të vegjël. Nga kështjella hapet pamja mbi kanalin e Vivarit dhe liçenit. Ky ishte edhe Butrinti jon i dashur që na e trashëguan kaonët, nuk na e morën dot grekët, romakët, por e degraduan për ca kohë politikanët tanë dhe vjen mirë që sot ka marrë formën e një parku të denj kombëtar me të gjitha kushtet e nevojshme. Qëndroni këtu sepse do të shkojmë në një tjetër vend të bukur në Sarandë. Por përpara se t'ju tregoj se ku do të shkojmë, fillimisht dua t'ju tregoj dhomën e hotelit që e paguam 60 euro. Në fakt kërkuam edhe në Ksamil për hotel, apartament, çfarëdo që t'ishte, por realisht çmimet ishin pak më të kripura në Ksamil sesa
këtu në Sarandë. Ky hoteli ishte matan portit, po nuk na intereson, sepse edhe çmimi ishte i volitshëm, me mëngjes të përfshirë, dhe zgjodhëm thamë, të jemi nesër të kalojmë të gjithë ditën dhe më pas të kthehemi në Tiranë. Tani është pasdite, do ikim të kapim perëndimin e diellit tek kalaja e Lëkurësit. Maji në kalanë e Lëkurësit ka një tjetër frymarrje, një qetësi që në muajt e nxehtë të verës vështirë se e gjen. Ndërsa ngjitesh drejt majës së Kodrës, ajri i freskët të mbush mushkrit me aromën e bimësisë së egër që sapo ka lulëzuar, duke u bërë shoqëruesi më besnik i kësaj rruge që të çon drejt mureve të vjetra të shekullit të 16. Kur mbërrin aty lart mbi rënojat e gurtë që dikur shërbenin si mburoj ushtarake Sultan Sulejmanit, kupton se pozicioni strategjik rreth 300 metra mbi nivelin e detit sot nuk shërben më për luftë, por për të pushtuar shpirtin me këtë bukuri. Deti jon i shtruar si një pasqyre pafundme përthith çdo rreze, duke e kthyer sipërfaqen e tij në një tapet vezullues që shtrihet deri në brigjet mistike të Korfuzit. Nga kjo lartësi, ishulli fqinj duket si një siluet që fle mbi ujë, ndërsa qyteti i Sarandës poshtë fillon të ndryshojë fytyrë. Shtëpitë e bardha marrin një shkëlqim të purpurt dhe dritat e para nisin të dridhen sapo disku i zjarrt prek horizontin. Nuk ka zhurmë turmash apo nxitim turistësh. Në këtë periudhë, kalaja të ofron një vetmi luksoze, ku dëgjohet vetëm fërshëllima e lehtë e erës që përplaset pas kullave të rrumbullakta. Është një moment ku historia e ashpër e gurit dhe butësia e natyrës shkrihen në një, duke të dhuruar një nga ato perëndimet që të bëjnë të ndihesh sikur koha ka ndaluar, pikërisht aty, mes mureve mesjetare dhe pafundësisë së kaltër. Më pas britëm në shëtitoren e Sarandës, pasi ne kemi nevojë të ushqemi dhe ju ndoshta të informoheni për çmimet. Ulëm në restorantin e parë që na doli përpara, por na tërhoqi edhe muzika live. Porositëm një sallat fshati, një fritur mikse, një linguine me domate, një kocë zgare, një linguine me fruta deti, 2 gota verë dhe një ujë pa gaz. Të gjitha kushtuan 8.540 lekë. Nuk porositëm ëmbëlsira pasi do t'i ham në hotel. Ju e dini që tek çmimet unë nuk kursehem dhe ju i tregoj të gjitha me qëllim që të kuptoni se çfarë ju pret në këtë sezon veror. Një tiramisu dhe një cheesecake, 1.500 lekë ose 15 euro. Dita zbardhi si pa e kuptuar pasi ishim të lodhur dhe pamja nga dhoma ishte fantastike. Zbresim e vrap sepse na pret mëngjesi. Mëngjesi ishte i bollshëm, alternativa zgjedhje të ëmbla të kripura, ishte mirë dhe mund të them që është ndër të paktat hotele në Shqipëri që ofrojnë mëngjesin në këtë formë. Bregdeti i Sarandës është një hark i gjatë dhe i ndritshëm që përkufizon të gjithë jetën e qytetit, por zemra e vërtet e këtij peizazhi mbetet porti dhe ne jemi shumë pranë tij. Ja, kështu kemi ardhur buzë detit dhe kjo është edhe një nga periudat më të mira për të bërë plazh. Sigurisht që fillimi majit, mesi majit, por qershori mund të jetë edhe më ideal, sepse nuk ka dyndje, nuk ka shumë njerëz, por edhe çmimet janë më të lira dhe më të arsyeshme.
Po t'ju them që çmimet ishin të arsyeshme, kam frikë se do më kapni me shpulla nëpër komente. Kështu që mund të them që shërbimi ishte shumë i mirë, edhe struktura ishte e organizuar mirë, hoteli, beach bari, çadrat, pastër, shërbim kudo. Por çmimet ishin pak të kripura realisht për nivelin e pagave që kemi ne këtu në Shqipëri, sidomos tani që nuk kemi filluar zyrtarisht sezonin, pra jashtë sezonit, ndërsa për të huajt ndoshta çmimet mund të jenë të lira. Ky ishte edhe vlogu i kësaj jave, ishim në Sarandë, në qytetin e bukur të Rivierës Shqiptare. Saranda ka shërbimet mira dhe njerëz të mrekullueshëm mikpritës, por përgatiteni veten dhe mbusheni xhepin mirë sepse çmimet kanë ndryshuar. Për një fundjavë ne kemi shpenzuar rreth 300 euro ose 30.000 lekë të reja, duke përfshirë këtu fjetjen, ushqimin, transportin dhe gjërat vogla, kafe, ëmbëlsira e tjera me radhë.